Shpejtësia është pasion, veturat janë pjesë e jetës së tij. Drilan Klasniqi është i riu që rrugët e malit i ka kthyer në pistë suksese, duke përfaqësuar vendin në gara brenda dhe jashtë kufive. Po prej fëmijë e kom pas si pasion automobilizmi çdo herë. Unë më pastirë me lujtë futboll ose diçka, s'është që më konë interesum, se s'kom pas interesim për të dhe kur s'kom ditë me lujtë as futboll as tjera sporte, se më konë i fokusum çdo herë kom dashur automobilizmin. Edhe qysh prej fëmijë më ka lind dëshira më shumë se prej fëmijë në vllahun e madh. Jam një kërë, hajde nërejtëm pak qëto, hajde pak to dhe gradualisht, kadal, deri sa më veç kom nis në automobilizëm. Fillimisht kom nis me autoslalom, pastaj kom kalu në gorat malore, tash të marrë pjesë në autoslalom për momentin, pas një aksidentit e kom pas një pauzë thujse 2 vjeçare, edhe tash këtë kërë jem të e përgatit për gora malore për vitin 2026, besoj që kom e konë aktiv edhe në gora malore edhe në autoslalom. Frikë, vetë kjerri, kur të hypsh aty dhe vetë emni gora malore, e ka atë adrenalinën e vetë, atë frikën e vetë. Po, kënaqësia më e madhe është që në momentin që tu lështoj, harron këtë ki probleme, harron çdo sen edhe fokusohesh në çato. Edhe ki atë adrenalinën maksimum që nuk besoj që në një sport tjetër kish mujt më madh. Atë parin që kom fillu me të, fatkeqësisht nuk është. Kom pas një aksident vogël me të, mas nej mos iti pe shefit. Tani gradualisht të ndru, po këto e veçoj, se edhe jem të e punu për shembull që thuj se në 2 vite gati jem të punu në të e përgatit për gora malore, bashkë me vlohën, po mas shumë të që e veçoj e kam një Fiat Punto Nish GT, ato do më posmim për të, e kam një Fiat Punto Nish GT që është shumë e rallë edhe për momentin, sa dihet që ka në Kosovë, për momentin veç aj dihet që është tonë. Edhe se cili çmim e ka peshën e vetë, se ti për qatë arsye shkën. Po fatmirësisht deri sot, në se cilën ngora asnjëherë nuk më kthy pa një çmim të shtëpia. Qoftë vend i parë, qoftë vend i dytë, qoftë vend i tretë, sepse shumica që shkojnë aty, këtë sport më shumë e kena hobby se sa për një çmim. Po çmimi cilin do që e merr, e ka atë peshën e vetë atë rëndësi. Që Fiatin për shembull që e kam, ato e kam për qefi, kanë ofru, kom pos lloj çmimi, më kanë ofru tjersat për ka pos interesim për me blej, po nuk im kanë interesum me shit. Na i shifër që gëzona me përmena ju? S'po përmeni shifrave, o ka një shifër që për shembull me çmimin që e kom blej unë, o ka një shifër goxha e mirë, goxha lakmuse, po nuk e kom shit. Garat malore sjellin me vete adrenalinën, por edhe rreziqe të mëdha. Edhe pse familja nuk ishte dashur ta shitte në atë rrugë, Driloni nuk hoqi dorë nga pasioni i tij. Edhe pas një aksidenti, ai dëshmoi se dashuria për garat është më e fortë se çdo pengesë. Me të drejtën, kur jam shku për herë të para, jam shku po hi edhe të mos u kallëzu. Tash se cilën herë që shkoj në garë, ata rrinë me atë frikën e vetë, pindodhë diska, jo kështu e ashtu, po mbështetje, kënena so kanë knatësi, mbështetje nuk kam. Edhe pse kanë atë knatësinë e vetë, kanë atë krenarinë e vetë, po mbështetje qatë shumë, ju sepse puna e frikës e sporti rrezikshëm. Ai boba e me pos mundësi, këta mi qenë për kilë krejtë. As një s'milen në bërë, se nuk është në pyetje të kjerë, po është pyetje të personi, njërin fjallë, edhe pas një aksidenti që kom pas një aksident që o kom këgjë i ronë, përgjithësia shumë e madhe se kuptoj atë pjesën që merakusën jo pak, po nështë jashtë normalis, sidomos nona. Ajo tankohen në më thirë, tankohen të mbo presion, adina e kryt gorën, qëshie, kështu, po në këtë sport, kush do të me fillu, e kësha thonë që njerë do të me përgatit vetëm psikisht, më morë me familjen, me shoqërinë, me krejt, tani me vazhdu me këtë sport, se kur të në të, është një sport që nuk mund është me hiç dorë për i tina. Ai nuk do i linte garat për asgjë, edhe nëse do ja kërkonin si zgjedhje. Për të është mënyrë jetese. Driloni ju jep një mesazh të rinjve, të ndjekin ëndrat sado e vështirë të jetë rruga drejt tyre. Ja, absolut, se në rrej. Kjo është pasion që e kam prej fëmijë.
dashurën e një mas një kuhe. Në qëfëse më dënë, më dënë që shtë gjëshjem. Në qëfëse së më dënë, it's okej, po veturën nuk e lo. Deri sot halen nuk ka dollë diçka, po nuk i dihet armës. Do shta dhe del në isem, po me qitmeni që e kam nuk besoj. Po për momentin jem të përgadit këtë vetur, për vitin 2026 për me marrë pjesë në Kosovë. I kemi edhe do surprizat që duj me lajnë befasi kështë, se ka me një makinë tjetër e cila është përgadit, po ato duj me lajnë surprizë për 2026, nëse ajo s'ka më vëzit këtë.